A ju shkoj nerva njerëz që vonohen, ose a jeti një prej tyne? Sado që i premton shoqënisë s'ki me u vonu, prap përfundon njëjtë. Duket si zakon, po në fakt vonesat e përsërituna shpesh kanë rroj ma thella se sa thjesht mungesa e organizimit. Shumë studime tregojnë se njerëz që vazhdimisht janë vonë, nuk janë dembel ose të papërgjegjshëm, po kjo ka lidhje me personalitetin, mënyrën që perceptojnë kohën, madje edhe vetë vlerësimin. Sipas një studimi nga Shqip edhe kolegët e vet, individ që jetojnë më shumë në të tashmen, do me thonë mendojnë pak për të ardhmen, e merren veç me ato që ju vjen përpara, janë më të prirë me harru orarin apo me mendu që kanë më shumë kohë se sa në realitet. Kjo shpesh i bën që t'i shtyjnë afatet edhe të vonohen. Po ashtu njerëz që kanë nivele të ulta të rregullimit, kanë impulsivitet të lartë, kanë vështirësi me planifiku, me menaxhu kohën edhe me ju përmbajt afateve. Në një analizë klinike të Meiser përshkruan që pacientët që janë vonu në seanca psikologjike në një mënyrë të pavetëdijshme kanë tregu rezistencë, ankthi apo nevojë për kontroll në marrëdhënie. Po ka edhe më shumë. Vonesat munden me qenë shaj e problemeve me funksionet ekzekutive si planifikimi, përqendrimi edhe kujtesa afatshkurtër. Sipas DSL edhe Schmidt, njerëzit me vështirësi në këto fusha shpesh ndjehen të mbin ngarkum nga detyrat, e humbin fokusin edhe përfundojnë duke ardhur vonë. Stresi, perfeksionizmi edhe frika nga dështimi janë po ashtu kontribues. Disa persona vonohen sepse kanë frikë me u përballë me një detyrë apo me një situatë që ju duket stresuese. Kjo quhet prokrastinim i bazuar në ankth. Kto ishin veç disa arsye që i gjeta nëpër artikuj shkencor e ju tregomni a vonoheni shpesh edhe a ju bojnë nervoz njerëz që vonohen. Për më shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.